A ju kam thënë që unë do të merrem vrullshëm me politikë? Po sigurisht. A ju thash që do të isha në parlament? Isha në parlament. Apo ndodh diçka në bashki? Do të jem në bashki. Sidomos sot. Pse jam këtu? Por më ka sjell një temë sociale. Ore si ka mundësi? Një herë është njeriu në hall, shokët e vet votojnë kundra. Si e votu kryetari kështu 100% më vonë? Dhe kur opozita kërkoi paracakosh shkarkimin e zotit Rënveliaj, nuk u pranua. Foli komandanti, menjëherë votat të gjitha pro. Po tradhtohet shoku edhe ju tani, ha? Ore ngelëm këtu s'po dalin. Do ketë një mbledhje se s'ma bëjnë mua këta. As këtu nuk vaska. Hajde. Apo mos kanë dalë nga mbrapa. Mua të ma bëni këtë ju. Hajde, nisemi. I kapa matë në duket. Hajde. Lupi, 27, 3 top, Mirinjo. Përshëndetje, si jeni, vetëm një pyetje kisha, me që si jeni antar i Këshillit. Nuk ka asnjë deklarim. Si ka mundësi më keni ëngër, keni pi bashke? Si ndodhi ky shkarkim kaq imediat, ndërkohë që paracakosh opozita ju kërkonte dhe ju nuk e dhatë? Nuk kam deklarim. Po këtë dëgjova me the 4 herë, zak, the 4 herë. Tani si ka mundësi që me urdhër nga lart dhe zbatim nga poshtë u bë menjëherë? Zotërit, lutem tash çka kërkon? Unë kërkoj një përgjigje se keni detyrim qëse jeni të votuar nga qytetarët e Tiranës. Shumë bukur, me që jemi të vërtetuar nga qytetarët e Tiranës, ajo që ne po japim qytetarët është të japim gjithë ritëm që do donte kryetari. Ne nuk kemi kundër kryetarit. Do donte kryetari, cili kryetar? Kryetarit të cilët neve sapo propozuan për shkarkim. Po pse shkarkuat tani kur e kërkuan tjerët ju nuk pranuat ta shkarkonit apo ju urdhëruan nga lart? Si ka mundësi keni ngrënë, keni pirë bashk, alien shokët mbajnë ditën e fundit? Është një vendim politik, unë jam pjesë e një formacioni politik. Pra bën çfarë formacioni? Normalisht bën, ne bëjmë se çfarë thot asambleja, duke qenë se asambleja është e zgjedhur prej nesh dhe për 100.000 anëtarë që ka Partia Socialiste. Pra me urdhër asambleje ne duhet votojmë asamblen apo duhet ju votojmë ju herë tjetër? Kë duhet votojmë herë tjetër? Bëhet shkarkimi vetëm për shkak për të dhënë drejtimin Tiranës për punët e tyre. Po pse se bëhet para 6 muaj, ka kaluan kaq muaj. Atë nuk ta jap. Patjetër si qytetari i Tiranës edhe gjithë qytetarëve do japësh llogari patjetër, është detyrë. Jo ti, por të gjithë do të jepni llogari, pse e shkarkoni vetëm kur ju do qefi dhe kur ju urdhërojnë. Kjo është gjithë pyetja. Faleminderit për mos përgjigjen tuaj. A e kuptuat? Herë tjetër, kur doni të votoni pjesën e Këshillit Bashkiak, votoni asamblen e Partisë Socialiste, sepse asambleja vendos. Nuk vendosin ne, tha. Ikim. Si ka mundësi që paracakosh kërkohej ky shkarkimi zotit Veliaj dhe nuk u ndodhi asnjëherë? Tani ndodhi kështu me urdhër nga lart dhe zbatim nga poshtë. Keni ngrënë buk bashkë, jeni miq, jeni shok, mëse si mund t'ja i bëhet shokut kjo gjë? Kot, po të pyes. Apo nuk e pasaj shumë relata me zotin Veliaj? A e keni vizituar njëherë në burga, a jeni interesuar, a pranë familjes, apo fare, nuk ka asnjë lloj rëndësie? Sa po mbarova se lexuari letrën, thash me vete. Tanjo çka më ka tradhtuar. Tradhtojnë vëlla femrat, tradhtojnë. Tani pak më tapni rrugën, faleminderit. Jo, rruga e hapur është, ja ku është rruga, unë jam anse. Jo, është ambient publik, po thjesht kot për të pyetur tani kur e kërkon partia është mbi individin apo? Ore, përgjigjet edhe se ka problem, po duhet pyesësh partin një herë. Hajde pyesim. Ju bëni si të doni, po mua këtu keni, pra? Ore, për këta sigurisht në 30, më vetëm 4 dolëm, në? Përveç atyre që ikën me vrap, një 4 tjerë, u bën 8, ja 10 po themi, po 20 tjerët ku janë? Thut na kenë hikë, ne? S'ka mundësi. Qa thot më? Rrinit të ngujuar brënda Satiki Marseli. Urdhër nga komandanti. Po pse zvi prapun, thone jo? Do rrit jo presion. Po japi lajm mirë, këshilltarët e Partisë Socialiste, dilni, lirohuni, se ne po ikim. Hajde.